Si mas menime tona jo të shkrune, po në menime s'ka më e men në kokën tonë. Duhet të dim në një ka 500 kongë në men. Këto janë kongë zakonisht që i keni shkru vetë dhe... Kongë jo vetëm që i kem shkru vetë, por që i kem që i kena shkru vetë, kem edhe që i kem një prej babau. Tanë, edhe i dim gjashtu. Du me thani këso kongësh, këndojna kongë historiat mëq me krajina si kanë thonë pleqë tanë. Po edhe kongë historiat venit tu që i kanë bane njerëzit. Po edhe do kongë arshiki i këndojmë na. Me që ashtu me mledhem, duhet i dim ka 500 kongë në menna. Për para, se li, o dashtë shkoni larkë në për fshatër, në për si keni shku, me qka? Shumë për para kena pas larkë me shku edhe rrugë të këqia i kem pasin. Për atëherë, na qka bom, nuk patëm se mjetës kishëm drama kësësene, e patëm bon ka i kalit shalës, edhe shkojshëm që ashtu me kuval shalës. Gati si edhe njerëzit kishin qep ashtu mja u pon qepin atyne edhe me ilu edhe kuval të në krush kur shkojshëm, edhe na me udhtu me ta. Për tash na ka mirë që të shigim, halaj mojma ta kuval. Halaj mojna.
Salihu ishte sovrani këngës. A I kishte një sistem tonal stabil. Gjatë këndimit të tij hetoi siguria, invencioni dhe përkushtimi I madh. Aq ishte I afirmuar në mjedisin e vet saqë kur donin ta lavdronin ndonjë dasmë ose gazmend, njerëzit thonin: në dasmë kishte qenë edhe Sali dhe Feriz Krasniqi. Po jo po me pretën qarësia I kun pashfore mare po shani mirë për ty kun fol mire more pa njo son këra për tijone I zoti po shore pasë të masë me dhoshte paske po se more po shanja jeta kësirate paske po shore po shta kësirë të zi te kaprenën e ty që I gjamië Kuatem kuaskare po ma ja bënë mesi bënë mesi poshte pa ja je po shajirete plata 6 herë mërë që talë tia për pjevete hale posha dhe modhe pas e ka kishë pas ka kishë posha I shko në villë njënë del ka hojtën e posha në shpija se kujë del ka hojtën e posha bari të kërujë që pede mje nire dhe hojë në ma me shërujë jam e ligë ke që me kanë varru njënë jam e ligë more po e muve me kanë vrojë Mirë po, pleqëria rëmben dhe e përcjell me një smundje të gjatë. Vetëm në spitalin e smundjeve të mushkrive në Pej ka qëndruar për shërim 6 herë. Ka mesi I vitit 1987, Saliun e dërgoi në spital në Prishtinë, në gjendje të rëndë shëndetësore. Prej atje, më vonë nxjerrin thuajse në komë. Rrugës për në shtëpi, Saliu thot: mos më çoni në Pej, më çoni në shtëpi, dua të vdes në odën time. Në odë kishte rrok këngën Brahim Sadiku Mran Gjakov, kurse antarëve të familjes u ala këto fjalë të fundit: po më thonë me I dorëzu armët. Kur dorëzohen armët e mia, ndjen dovleti e 7 kralia. Më këput zemër. Ishte 12 gusht 1987. Ora 21:17. Kur pushoi së rrahuri zemra Sali Krasniqit, kjo orë nuk ka lëvizur kur më, sikur pret Zotin e saj